Zoti Ministra, Isa Myzyra nga Report Televizion, duke u bashkangjitur pyetjeve të dy kolegeve më herët për sa i përket çmimeve të shportës ushqimore, ju thatë ndër të tjera apo ju citoj se nëse do të ketë nevojë për ndërhyrje, ne do të ndërhyjmë. Nga një monitorim që kemi bërë një ditë më parë, më lejo të them 3 shifra. Domatet, për shembull, para një muaji kanë qenë 200 lek, sot janë 340 deri në 350 lek. Pra me 100 lek më shumë. Specat para një muaji kanë qenë 280 lek, sot janë 380 deri në 400 lek, me 100 lek më shumë, dhe mielli, vaj dhe sheqeri deri në 50% rritje. A nuk mendoni se është sot koha për të ndërhyrë? Unë nuk thash neve do të ndërhyjmë në çmime. Madje edhe shpjegova pse neve nuk bëjmë dot të njëjtin mekanizëm, nuk aplikojmë dot të njëjtin mekanizëm që aplikuam tek karburantët, sepse është e pamundur që ne të ndërhyjmë në çmime. Ajo që unë thash është që ne jemi duke i monitoruar me bazë ditore dhe do dalim për të verifikuar që këto çmime nuk janë abuzive apo spekulative. Dhe ajo që gjithashtu thash është që në rast se do të kemi një ndikim të vazhdueshëm në çmimet e konsumit, atëherë ne do të suportojmë shtresat të cilat nuk mund ta përballojnë rritjen e kostos së çmimeve as për një periudhë të përkohshme, sepse sigurisht që luftrat dhe ndikimet fillojnë dhe mbarojnë siç kemi parë dhe në të kaluarën, dhe përqendrimi ynë kryesor do të jetë tek pensionistët që realisht nuk kanë kapacitet për të përballuar një rritje të çmimeve, qoftë edhe të përkohshme siç thash. Asnjëherë nuk kam thënë që ne do të ndërhyjmë në çmime, sepse ne e kemi të pamundur qoftë nga ekonomia që kemi ngritur, pra neve operojmë në një ekonomi të tregut, ku çmimet përcaktohen nga kërkesa dhe nga oferta. Ndryshe është tregu i karburanteve, që ka një tjetër funksion dhe ka një tjetër kompozim, dhe ndryshe është tregu i ushqimeve.